up high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. Muaji i shenjtë i Ramazanit është periudha kur solidariteti, humanizmi dhe kujdesi për njëri tjetrin marrin kuptim edhe më të veçantë. Në këtë frymë bamirëse po zhvillohet edhe aktiviteti humanitar Dora e Mëshirës, një iniciativë që çdo vit bashkon vullnetar, donator dhe qytetar me një mision të përbashkët, të ndihmojmë familjet me nevojë dhe të sjellim ngrohtësi në sofrat e iftarit. Përmes shpërndarjes së iftareve dhe pakove ushqimore, ky aktivitet synon që askush të mos mbetet i haruar gjatë këtij muaji të mëshirës dhe reflektimit. Ramadan ya habib, Ramadan. Dora e Mëshirës është një iniciativë me shumë rëndësi, sidomos gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, që tashmë ka bërë bujë, ka bërë jehon dhe të gjithë e dinë, është identifikuar në një fjalë. Në thuaj se për sa vite tashmë po organizohet ky aktivitet gjatë muajit të Ramazanit? Fillimisht, faleminderit që ndatë kohë, do me thonë të na vizitoni. Dora Mëshirës ekziston që prej vitit 2020 në mars, fillim të marsit. Fillimisht kemi fillu me aktivitete ndryshme humanitare, por për shpërndarjen e iftareve jemi që nga viti 2022, do me thonë tashmë i bojmë 4 vite, edhe vitit po rritet edhe numri, për fat të keq, po si pasojë do me thonë e krizës ekonomike që kemi gjithë. Më thuaj, sa persona janë të angazhuar gjatë realizimit të iftareve dhe dhënies së iftareve? Keni më shumë persona të cilët ju ndihmojnë, vetë paraqiten janë vullnetar? Do me thonë jemi më shumë aktiviste që marrë pjesë si vullnetare. Faktikisht quhemi këto, se cila me vetë dëshirë, se cila si pas mundësive, se shumica jemi na për puna, kemi nxënëse, kemi studenta, po kemi edhe shumë nevojë për ndihmë, kështu që çdo njeri është e mirëseardhur te ne. Sa është sfidues organizimi çdo ditë? Duhesh t'i mbash mend që të gjithë, duhet askujt mos t'i mungon asgjë. Kjo punë të merr kohë edhe nga përditshmëria juaj, duke e ditë se ju jeni të gjitha zonja, jeni motra, jeni bashkëshorte, sa janë nëna, sa është sfiduese kjo për ju? Vetë fakti që e bëjmë me qef dhe e bëjmë, do me thonë, për të mirën e dikujna, sfidues është shumë, po me një anë edhe na lehtëson kur e dim që tjetrit kemi mundësi mi ndihmu. Më thuaj, sa është i rëndësishëm solidariteti i bizneseve dhe normalisht të tjerëve i qytetarëve në këtë rast, ku ata e shohim këtu se ka edhe një çmimore ku mund edhe ata në mënyrë të vullnetare të kontribojnë edhe ata në dhënien e iftareve. Më thuaj, si shkon kjo pak procedurë për ata që na shohin tani? Le ta kem pak më të qartë nëse duan të jenë pjesë e Dorës së Mëshirës. Do me thonë fal bamirësve, ne jemi edhe tani ku jemi sot. Fillimisht e kemi një çmimore, do me thonë simbolike, është një sumë prej 250 denarve për një iftar deri në 7250 denar për ta në muajin e planifikon. Por prapë sipas mundësive, secili sa ka mundësi, do me thonë kemi edhe raste që kalon dikush na sheh dhe thotë unë ka mundësi 500 denar, po them, edhe do me thonë nuk i kemi ndaj sumë caktuar, po fillon prej 250 denar, secili prapë me mundësitë e veta sa ka mundësi, për neve është e mirëseardhur, çdo ndihmë. Me këtë bujaria e të gjithë muslimanëve pikërisht dallohet në këtë muaj. Para se potencove se numri është në rritje i atyre të cilëve është në nevojë. Keni një statistikë të bërë sipas syve të juaj, ta themi në atë mënyrën e më të vjetër, sepse që nga viti 2022 ju sigurisht e dini sa persona keni pas, ndërsa tani shkon në rritje e sipër. A shkon në rritje e sipër edhe numri i bamirësve? Dita ditës, do me thonë, numri i bamirësve, falë edhe tyne ne jemi këtu ku jemi si çeka edhe më herët, rritët, që është një sen shumë më e mirë për neve, që kemi mundësi edhe më shumë veta të regjistrojmë dita ditës, se dita ditës kemi paraqitjet mëdha të familjeve që për fat keq nuk kanë mundësi. Cili është emocioni që juve ju jepet apo që e përjetoni kur takoni ju këta persona dhe që ju ndihmoni, se tani ta them jeni familiarizuar, çdo vit i njihni, keni kontakt me ta, më thuaj çfarë emocioni përjetoni? Emocioni pa përshkruar, me të vërtetë. Fillimisht kur kam filluar nuk e kam menduar që është kështu, ama viti dyqysh literalisht si familje ndjehemi. Do të thonë, ndodh ndaj person nuk mundet të më ardhë ndaj sen edhe më njëherë e pyetni veten pse s'ka ardhur, ai mos e ka ndodhur ndaj sen, mos kemi gabuar ndaj sen, po secili me arsyet e veta, ndonjëherë nuk kanë mundësi më ardh. A mendoni se kjo iniciativë apo iniciativa të tilla ndihmon edhe në përmirësimin dhe forcimin e ndjenjes së komunitetit, thjesht të vetëdijsohemi sa më shumë, të ndihmojmë, të bëhemi sa më human? A e ndihmojnë këto iniciativa?
Po, do më thonë është mënyrë shumë e mirë për ta treguar bujarinë tonë. A planifikohet që dora e mëshirës të organizohet apo të zgjerohet edhe jashtë Ramazanit dhe të jetë një vend ku të gjithë mund të ndihmojnë qoftë edhe 11 muaj tjerë të vitit për ata që kanë nevojë apo thjesht të jeni për familje të cilat e shtrin dorën drejt jush? Ne, do më thonë, funksionojmë vetëm brenda tërë vitit. Nuk është puna të ndihmojmë dikujna, është mirë, por nuk është puna vetëm qëllimi vetëm për Ramazan. Do më thonë, brenda vitit kemi kërkesa të ndryshme për ndihma, për mjekime, për vendbanime, për gjithë shka, do më thonë, me atë sa kemi mundësi. Prap, falimderimi madh shkënderit e donatorët tanë që na mundsojnë, do më thonë, edhe na me përfundu këtë bamirësi mirë. Jemi veç se më tani ka java e dytë e muajit të Ramazanit, deri më tani si ka shkuar, si është zhvilluar gjithçka, organizimi i ushqimit, e keni të lehtë, ta siguroni ushqimin, gjithçka si ka shkuar deri më tani. I falenderojmë, do më thonë edhe Sultan Kebapi që na ndihmon me organizimin e iftareve që dita ditës i përgatit, i paketon, se prapë si të sekëm edhe më parë, do më thonë gjitha jemi edhe në për puna, jemi studente, nxënëse, paka shumë këtë kohën e përgatitjes se kemi si pengesë, po prapë ja dalim dyqysh, po prapë falenderimi madh shkon deri te kaj, do më thonë na ndihmon, na i përgatit gjitha, edhe tani ne e bëjmë shpërndarjen me lista që i kemi. Zana, më thuaj sa shkon numri i iftareve brenda ditës? Me numër, larta poshtë i kemi 375, 380 sigur që janë të regjistruar, po dita ditës janë kërkesat e mëdhaja, kemi rezerva plus dikun deri në 400 arrin. Unë dua vetëm edhe një mesazh për të gjithë ata që na shohin, për dorën e mëshirës, të tregojmë se kanë derën hapur, ata që duan të ndihmojnë, ata që duan të kontribuojnë, lirisht ku mund t'ju gjejnë, si mund t'ju kontaktojnë, një mesazh për të gjithë ata që po na shohin. Secili që ka mundësi dhe që shpreh dëshirë për me kontribu, do me thonë si në mënyrë për donator ose në mënyrë vullnetare, do me thonë mundet në faqet tona të Instagramit me na gjej Dora e Mëshirës ose në faqen e Facebookut Dora e Mëshirës. Faleminderit dhe ju urojmë jashtëzakonisht shumë suksese dhe agjerim të lehtë. Faleminderit edhe juve edhe agjerim të lehtë gjithashtu. Faleminderit. Dora e Mëshirës dëshmon se mirësia nuk matet me madhësinë e dhuratës, por me zemrën që i jep atë. Në një kohë kur solidariteti është më i nevojshëm se kur, iniciativa të tilla rikujtojnë se një dorë e shtrirë për ndihmë mund të ndryshojë jetën e dikujt, sepse Ramazani nuk është vetëm agjerim, por mbi të gjitha është ndarje, mirësi dhe kujdes për njëri tjetrin.